Delvina është vendi tim, nuk erdhi familje. Unë erdha. Para që gabim që erdha në vendin tim, kush e ke gja? Dhe me përbit nuk plas akoma dhe sot. Unë do kërkoj në një njeri që ka në i fatkeqësi, edhe të kaloj jetën. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një 64 vjeçare, ai quhet Sejdin dhe është nga jugu i Shqipërisë. Në fakt Sejdini prej vitesh ka jetuar në shtetin grek së bashku me bashkëshorten dhe 2 vajzat e tij, por vendosi të rikthehej në vendlindje. Në fakt ka humbur familjen, ka shkatëruar le të themi gjithçka dhe nuk ka asnjë lloj kontakti me 2 vajzat, por mbi të gjitha edhe me njerëzit e tij, me vëllezërit që i ka jashtë Shqipërisë. Por çfarë ka ndodhur me jetën e Sejdinit, do të jetë ky 64 vjeçar që ditën e sotme do e rrëfej të gjithë të histori, kështu që hap ditaren dhe e përshëndes zotrin. Zoti Sejdin, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Respekte të veçanta. Të falenderoj. Më ke telefonuar shumë. Për gjithë satin tua, jo vetëm për ju. Më ke telefonuar shumë herë dhe realisht nuk jam përgjigjur dhe për shkak të ngarkesës së madhe. Sot mirë, i janë punët tuaja, nuk të kërkova llogari. Jo, e di që s'po më kërkon llogari, por ti është problemet tuaja. Po të shpjegoj që meqense më kërkuat, më telefonuat ju, unë për korektësi për atimen. Atëherë ç'a ka ndodhur? Jemi të dy së bashku në këtë live. Mund të më tregosh kush është problemi juaj, çfarë problemi keni që kërkon ta denoncosh me patjetër? Më dëgjoj. Për vëllain që kisha atëherë që iku, që kam bërë denoncim tek juve, që e gjetëm nëpërmjet asaj që ishin athin e dolën gjithë ato gjëra që folën shumë njerëz, se një gjë që shkruhet nuk shuhet. Po. Ish grua e vëllait tim që e ndau me ligj. Po. Ishte në mes 4 rrugëve se burin e kish futur në burg. E mora për kraja se e kam nip. E çova te një sasaj në Tiranë. Erdhi përsëri se e gënjyen. Iku, i gjeta dhe njeriu martuar në Konispol. Tani, fëmia është të shpës në Sarandë. Unë mundësit për vetës si kam, jam njeri pa punë. Bëhet fjalë për nipin, ti kërkom nipin. Për nipin doja të thoshja diçka. Por u sigurua, e mori shteti. Por me... Përfundimit. Atëre, vllai juaj u nda me nusën. Po, u nda me ligj, po. Ke martuar me ligj, u nda me ligj. Vllai juaj ku ndodhet sot? Në Finland. Ishte në Greqi atëherë që erdha tek ju. Po, vllai juaj ndodhet në Finland, nipi ka përfunduar në jetimore. Por pse s'kujdeset vllai juaj për djalin? Kush? Vllai juaj. Por kur qe këtu ai kujdes shteti për të. Nuk është shqiptaraj. U jam për vetën mes 4 rrugëve. Vuaj, me shpirt. E qartë, Sejdin. Ka marrë dhe atë tek ju. Sejdin, po flasim, do të pyes dhe për jetën tënde dhe do më tregosh pse ke ngelur i vetëm, por me që e nisëm bisedën bashk për historinë e vllait tuaj, që ka një fëmijë në jetimore dhe vllai jeton në Finland, ai nuk kujdeset për fëmijën e vet, për djalin e vet? Të lutem unë që ku ka marrë tek ju, që i the aty ju të kërkon djali, i kam humbur tëra marrëdhëniet. Ju nuk keni kontakte me vllain dhe nuk dini çfarë ndodh me fatin e vllait? Jo, asnjë kontakt. Por ish nusja e vllait, ajo është martuar? Po, në Konispol. Por ajo nuk... Bashkëjetës. Por ju e martuat nusën e vllait? Po derisa qenë mes 4 rrugëve, doli personi, fëmijën nuk e donte se kish marrë një rrugë të keqe dhe mori shteti e sistemoi. Por nipi sa vjeç është? Po nipi është, ka mbaruar klasën e 8 me fjalë, është të them po që nuk e di tani se që kish marrë një rrugë shumë të keqe, nuk e mbante vesh as nënën s'kish bënte nënën. Kur themi kishte marrë një rrugë të keqe, çfarë rrugë kishte marrë nipi? Çfarë rrugë nuk të them, do të se dhe në policie kishin quar disa herë këtu, disa në Delvina. Që nuk që një fëmijë apo një i rregullt dhe tashu. Le të themi, të thuash i vërtet. Le të themi me nën pa baba, si të them unë tani, po që edukatën si në shkollë dhe na prindi nuk që një fëmijë si gjithë fëmijët e tjerë.
Dhe ma vjen keq për këtë gjë. Kur themi mori rrugën e keqe, pinte drog, vithe, çfarë bënte? Nuk e di, u si sharoje pasi u kur kam 500 hallet të mia dhe nuk rregulloj dot çatin time, ç'të them mu. Por pse u nda vlla juaj me Nusen? Pse? Atë di gjikata e zuri me dikë tjetër, edhe atë tjetrin edhe futi në burg. Tani mas e ka dalë, por e vërtet është kjo që po të them. Kunata e tradhoi apo vlla juaj e tradhoi? Jo, ajo e tradhoi. Po kur ajo e tradhoi vllain tuaj, ti pse e mbështete kunatën? S'po të kuptoj. Nuk mbështeta kunatën, mbështeta nipin unë. E kam gjatë, djali vllai. Dhe e quajnë Obama. Ashtu ja vëri emrin vllai. Obama. Po, A ke në cilën shtëpi e ti mori jeton Obama? në Sarand, aty e quan nuk e di ku ndodhet sot. Por ju Unë s'kam fuqi ekonomike të ndjek këto gjëra. ju jetoni në Delvin, asnjëherë s'keni patur mundësi të Po. shkoni në Sarand për takuar nipin? Më fal. Mua nuk e di pse ma ka ndaluar që të shkoj ta takoj, nuk e di dhe u se kuptoj këtë. Pse? Për një takim nuk është problem. Por pse Por Xhaxha? ama, Pse nuk ka e di. pse kanë ndaluar Xhaxhain? Pse s'kan ndaluar ty që Nuk e si di Xhaxha këta të të shkosh? karikes, avash, këta të karikes, gjaku nuk bëhet ujë. Këta të Patjetër. karikes nuk e di. Ti është një realitet. Nuk e di, kur kam ardhur tek ju ti e di dhe jam shumë i sakt. Por me ish çfarë të kunatën, them? me ish kunatën, keni kontakte sot ju, Sejdin? Jo, asnjë kontakt. Me nipin doja të ruaja kontakte, po nuk ekziston mundësia. Jo, mundësia ekziston. tani- Nëse ti interesohesh dhe mëson pse të ka ndaluar shtëpia e fëmijës të takon nipin, të takosh nipin, duhet të ketë një arsye pse të ka ndaluar. Të lutem, unë të jap të më kuptosh që unë, kur ishte në Delvin dhe u sistemua të një karburant i mbyllur në krah të policisë, u ka marrë në telefon direkt ju. E qartë, Përveç, Jo, po të them pra. diçka tjetër se din, të lutem më mirë kupto. Duhet mësuar pse shtëpia e fëmijës nuk të lejon të takosh nipin dhe është e rëndësishme që ti ta takosh nipin tënd se është gjaku jot. Se kjo është një kërkesë që ti po bën ditën e sotme. Avash, këtu nuk në ka live. përqapur derisa s'më pyeti askush mua dhe thjesht që ti ndiqja këto në mënyrë dhe në rrugë ligjore, unë këtu kur unë kisha 500 hallet të mijat dhe ata prandaj nuk u ndjen se kur u jam vetë në mes katër rrugëve dhe gjendje shumë të vështirë, nuk të flas dot. Sedin, Me sinqeritet po ta them. Sedin, vllai juaj si quhet? Babai i Obamës si quhet? Ai e kish bashkim, po të kujtohet atëherë që e kërkuam, por e ka ndryshuar, e ka bërë Vasil. Vasil. Dhe ndodhej atëherë në Athin. E qartë, sot jeton në Firland, më the. Sot po jeton në Finland. Por janë bërë, besoj, 4-5 vite që ti s'ke kontakte me vllain. Po. E drejtës. Dhe mua më vjen keq që zoti Bashkim ka braktisur fëmijën e tij Obamën në një shtëpi jetimore. Vasil, të lutem, te ka ndryshuar emrin. Vasil. Gjithë shqiptarët mund ta kanë ndryshuar, të më kuptosh. E qartë. Por ai e ka bërë Vasil me i ligjshëm. E qartë, Vasil, është quajtur Bashkim në Shqipëri, e ka ndryshuar në shtetin grek dhe thërritet Vasil. Më vjen keq që ky zotri e ka braktisur fëmijën e tij në jetimore, të ka mohuar ty si vlla, është larguar dhe nuk e kthen kokën më nga Shqipëria. Më vjen keq për këtë gjë. Mua si vëlla më avash. Do të bëj një pyetje. Çfarë pasurie ka ky vëllai tim këtu? Se u quaj shtet kur i ndan gjërat në mënyrë barabartë. Çfarë pasurie ka? Ku jetonte? Çka të ligjshme me hipotekë? Të lutem. U kërkoj një shtet tamam për gjithë shqiptarët. Edhe për pakisat kombëtare, edhe për çdo lloj njeriu. Por pse, vllai juaj Vasili, Atë që i takon jetja. Vasili sot kërkon pasuri nga ju? Të lutem, pse ç'pasuri kam unë? Jo, unë po të pyes se ti po më thuaj që ai kërkon pasuri. Ku çdo që tjetër, toka mbyllet. Toka mbyllet. Por ajo E pjesë mbjell. për pos Mund konflikteve. të avash, mund të dërtosh mbi tokë, mund të mbjellësh një pemë. Po ka dalë dikush që ta mbjelli tokën.
Sejdin, të lutem. Të pyeta. Sejdin, nuk është nevojë të më bësh të pyetje dhe të humbasim kohën në këtë live, por ajo që është e rëndësishme është, e kuptoj, po flet me një ironi për vllajin tënd, por unë dua të shpjegoj që përpos konflikteve që ti ke me vllajin, ajo që i takon atij i takon. Është e tia. Nëse ai ka një pronë, një tokë, një shtëpi, patjetër që shtëpia e prindërve që ndahet në mënyrë barabartë pas vdekjes prindërve e gjithë fëmijëve. Çfarë i takon përpos konflikteve? Ligji që është ligj, ashtu e thot. Po tjetër se sa zbatohet, është i shkruar, po sa zbatohet. Atëherë Sejdin, që të jemi të qartë, sepse ti vuajtjet, dhimbjet, problemet, hallet i ke në mendjen tënde dhe në zemrën tënde, por ne nuk i dim të gjitha, kështu që më lejo të pyes që ne ta kuptojmë qartë të gjithë historinë. Ti ke shumë vite që nuk e kontakte me Vasilin. Nëse Vasili do të ndiqte në këtë live, ke një mesazh për vllajin tënd? Se shikoj që ke një breng në zemër shkëputjen e kontakteve me Vasilin. Po. Kush është mesazhi që do i përcjellje? Ai ka shumë të drejtë për ato që ndodhen, por unë si vëllai i tij nuk jam fajtor. Edhe për atë fëmijën base ka humbur dhe ato, por është djali i tij. Jo, unë nuk jam dakord që të thuash ai ka të drejtë për ato që ndodhen, se unë nuk e konceptoj dot që një baba apo një nën të braktisë fëmijën. Përpose gruaja e tradhoi, kjo nuk do të thotë të braktisësh fëmijën tënd. Pati kjo, kushteti ti mohon të gjitha, s'ke heq gjë, si e shqiptar. Atëherë, çfarë mund të thuash? Po kjo nuk ka lidhje se ti e problem. Jo, Sejdin. Nënën e ti se na drit nëna, të lutem. Sejdin. U martua për ashtu ajo e traktoi, veproj siç veproj shteti që rrugëve, u e ka mbajt në buk. Shpenzova dhe të mijat që kisha atje në anë mbaruan dhe ato dhe ku janë vetë sot. Sejdin, të lutem, nëse ne kemi probleme me shtetin, nëse unë, po marr veten time në këtë rast krahasim që të më kuptosh drejt, nëse unë kam probleme me shtetin, janë problemet e mia me shtetin që duhet i zgjidh. Por kjo nuk do të thotë që unë të humbas të gjitha gjyqjet, të bëhen fajtore kundrejt çdo lloj gjëje me institucione shtetërore dhe për inat të braktis fëmijën tim. Kjo nuk ka koncept. Vllai juaj mund të ketë 100 probleme me shtetin shqiptar, por aman nuk mund të praktisi fëmijën e tij ta lënë jetimore, se nuk ka logjik kjo, Sejdin. Besoj e kupton këtë gjë. Unë e kuptoj shumë mirë, do të bëj një pyetje. Po patjetër, dy më bëj. Jeni gazetare. Unë radh parë jam nën. Pastaj jam gazetare. Lutem, isha atëherë edhe u kam dhe di fëmijë. Nuk i lash në moshë të mbitur, siç e laj atë. Ishin në marrëdhënie pune. Atyre i pëlqeu vendi huaj, më pëlqeu vendi tim. Erdha, ku jam këtu në vendin tim? Ku jetoj? Çfarë punë bëj? Të lutem, gjithë këta njerëz që ikin, pse ikin? Ikin për jetë më të mirë. Por të lutem, flasim. Pase u jam i gabuar. Familja nuk më kthen përgjigje, as ashtu, as kështu. Ku si burr, kur nuk gjeta një konsul, një diçka, nuk më kthenin përgjigje se zonin të vinin. Atëherë u si të veproja. Kjo shkoj 6 muaj një vit. Ki muhabet. Do me thënë, u si prind, ose edhe si burr ishe i mbaruar. Por pse ishe i mbaruar, Sejdin? Ti jetoj me familjen tënde në Greqi dhe me fëmijët. Të lutem, gruaja ishte e operuar kinokok në mushkëri. Po. Nuk qeja për punë. Fëmijët punonin. Unë njerëzore, bëra një gabim që erdha në vendin tim. Jo, ti nuk e bër gabim, por pse je ndar me familjen? Për hiç gjë, pse do vija unë në vendin tim? Se këtu nuk jetohej. Nuk erdhi familje. Unë erdha. Thash se do bëj mirë. Të ka marrë malli për vajzat? Malli më ka marrë, por çfarë të bëj, u të them, kam pasaportën dhe kam shkuar 2 herë, si kam takuar dot. Doja gjithë takoja. Telefonat su kam. Çfarë, si të veproj? Ti ke shkuar në Korfuz dhe nuk i ke gjetur? Po. 2 herë. Ato që janë mundësit e mija, se jam jeri pa punë. Shtë të bëju? Por më duket pak sa e çuditshme që të kanë braktisur vetëm pse ti ike nga Greqia dhe u ktheve në vendlindjen tënde. Kjo është e vërteta.
Nëse vajzat do të dëgjonin, Sejdin, Po. ke një mesazh për t'i përcjell? Po, të jenë mirë, po u kujtua në i ditë për baban të më bëjnë një telefon, asë gjë tjetër. Mirë, si të duan le të bëjnë? Ma vjen keq që Po je... më kanë primë. Urda? Më vjen keq që je 64 vjeç, ke mbetur i vetëm, 2 vajza të kanë braktisur, edhe vllai të ka braktisur dhe ke ngelur i vetëm, më duket sikur gjithë familja të ka braktisur. Të lutem, ata ma se ikën të gjithë për një jetë më të mirë. Mua më pëlqeu vendi tim, thash. E qartë, Sejdin, edhe unë në familje kam plot njerëz që janë larguar për një jetë më të mirë jashtë shtetit, por aman kontaktet i ruajmë. Të lutem, ajo keq kuptimi ishte që pse unë ika. Unë isha ati, po ika u. Sa Edhe vjeç? erdha në vendin tim. Sa vjeç i le vajzat në atë kohë që ti ike? Po kjo ka 10 vjet diferencë, po thuaj se që unë kam ikur që andej. Pra, përpara 10 viteve ju vendose të ktheheshe në Shqipëri. Po, erdha këtu para 10 vitesh. Dhe nga i momenti i shkëputës zholloj kontakti. U shkëputën ata, më mbyllën telefonët dhe s'kam asnjë komunikim. 10 vite pa i parë Pas- vajzat? Pas 3-4 viteve, e shumë ta 5, gruaja ndroi jetë, u e kisha ndarë me ligj, derisa serdhi dhe mua. Prita, e ndava edhe pasaj ndroi jetë. O, ngushëllime, më vika keq që është larguar nëna e vajzave nga kjo jetë. Faleminderit. Dhe e vërteta dhe me përbit nuk plas akoma dhe sot. Pos me ligj, pos bashkëjetove 3 vjet, Ta jep gjukata. nda është automatikisht. U prita 6, nuk prita 3. 3 vjet në shumë. Tani si të veprojau. Por ajo qëndroi me vajzat e ndjera, nuk donte të kthehej në Shqipëri. Pa tjetër që dojmë e vajzat, të lutem, sa familje shqiptare janë që nuk vinë do të na punë fëmijëve. Këtë pyetje po të bëj. Jo, unë dua të bëj Sa unë një familje pyetje. shqiptare ke? I dashur Sejdin, ka shumë e deshe Delfinën sa shkatrove familjen tënde? Të lutem, Delvina është vendi tim, të gjithë njerëzit janë njerëz të mi, po më vjen keq që e shoh bosh, pa njerëz. Më vjen shumë keq që e shoh bosh. Çdo gjë duhet të qarkulloj, të kenë punë të gjithë. Por ti shkatrove familjen tënde për Delvinën. Të lutem, po Delvina vendi tim është. Po patjetër. Janë njerëz të mi. Nuk i kam bot. Vendlindja është shumë e rëndësishme, por familja është akoma më e rëndësishme, Sejdin. Të lutem, bravo, është si punë e një malit. Vetëm po të bjenoj vulkan, të bjenoj, si të them unë tani, unë të paktën jam një njeri që shoh që atin time. Por, si që erdi kjo kohë, po do pres dhe këtë radhë dhe, po su bë ki vënd, se u vajta kohë, unë nuk di se ka marrë vete në qafë, prisha familjen, prisha çdo gjë dhe të tëra i ka humbur. Të më thua shti, qëfar kam u me dokument për veç kësaj shtëpie në pallat jam? Për një herë e vogël. Si jam shqiptaru. Ku është kjo pasuria tim? Të lutem. Çdo gjë ndahet në mënyrë barabartë, siç e tham, edhe pra te qiku. Por rregullat dhe ligjet që ndahen në mënyrë barabartë, ato kërkoj në një gjë. Sejdin, por pse kush ta ka marrë pasurinë ty që kërkon të ndahet në mënyrë barabartë? Sot, mase të pengoj dhe për emisionin që keni, Jo, ne jemi në këtë live dhe unë po të dëgjoj. jemi lajës. U di një realitet këtu. Ose të bëj një pyetje tjetër. Kam edhe një vëlla tjetër. Është në Angli. Babai tim nuk e ndryshon të emrin. Vdiq babai tim sepse i morën ata të zyrëve disa lek ati dhe ja bërën Stavro. U e kam se i di Qazo Baho. A e ka Lelo Stavro Baho. Tani, jemi vëllezër ne. Apo për votime është i saktë të dali emri atje. Për votime. Të lutem, u ligjet kërkoj. Nuk kërkoj në një A ke ti kontakte me vllajën në Angli? Jo, të thash. Po pra, unë po kuptoj
që ti je braktisur nga gjithë familja jote dhe këtu ka diçka. Jo, ke gabim. E ke shumë gabim. Për në Uroj ta kem gabim. Të lutem, ngrihet ajo grua vëllait aty, edhe erdhi i mori atë rrogën, u vija çdo ditë. Se din. Çdo javë te nëna time pa më dëgjoj. Edhe më në fund erdhi ja mori lekët vëllait tim, iku ka pullur vëllait tim. I dashur se E din. ishte na hulla vëllan. Prit, të lutem. Po, nuk dua që këtu në këtë live të shajmë gjithë punatat e tua. Të lutem, u jam njeri sinqert. U di këtë. Çdo njeri, unë nuk shaj dot vëllan. Ai tjetë mira ke ku është, por në drejtimin e këtyre gjërave që duhet të ndajem në mënyrë barabartë, unë s'di që t'jem njeri me hili. Por pse i zën me vllajën e Anglisë? Avash, të bëj dhe një pyetje. Asaj nënës time ka humbur vendivarit. Hajde një verifikojnë, ta filmojnë, Po tani edhe të ai pasi lutem, me para, të lutem. të bëjmë Pasi pak është, serioz. Ullet e fugara, po jam njeri sinqert. se Para di. ato që ka ndodhur. Qarqaf lagjes këtu nuk i Se vëndon. din, të lutem, të bëjmë pak serioz tani, të lutem. Je 64 vjeç dhe bëjmë pak serioz. Tani mua më vjen keq për atë nënën tënde, po pse keni humbur varrin e nënës ju dhe si një kujdesur për varrin e nënës ta ka fajin shteti ty? Lutem. Po jo, tani mi e lutur shumë gjatë live-in, mos më lut fare. Tani nuk është normale kjo gjë, se din. Të lutem, neglizhova u që ta ndërtojmë, le t'jem fugara bërë do mirja. Se din. Neglizhova u. Se din, pa atë nuk e di unë, se din, atë nuk e di unë që ka ndodhur me familjen tuaj. Kam respekt të veçan, po, për disa gjëra mos unë cito. Jo, se din, të lutem, ne nuk mund të bëjmë fajtor gjithë njerëzit e mundshëm dhe shtetin këtu, të gjitha institucionet, se nuk jemi ne të përgjegjshëm si njerëz. Tani të lutem. U të jap një realitet. Ora unë të besoj që ky është realitet. Unë të besoj. Sa po vajti që ka vdekur nëna, edhe që i ka unë vendivari. Pse? Çka ku është? Se ka nëna ta. Por ti Po të mos përgjigje sa u, atëherë po. Ti si djalë. Sa ishte gjallë, këtu është një lagje tërë. Sa ishte gjallë, i jam përgjigjur. Se din, ti po bën fajtor gjithë vëllezrit dhe veten tënde po e nxjerr sikur nuk e faje. Mirë vëllezrit nuk shkuan te varri i nënës dhe humbi varri i nënës, por ti pse nuk shkove te varri i nënës? Pse nuk ja ndërtove varri i nënës që të kishte një shenjë mos të humbiste? Me çfarë më punoj? Ku jam, ku jetoj? Unë sa drita e uj kam pa paguar. Me 20.000 lekë që mirë jau. Të lutem, u kam ardhe atë e kjo. Ose din, të shkosh te varri i nënës, nuk të duhen para, se din. Të marrësh një lule, ta këpusësh aty dhe t'ja çosh nënës. Jo një lule, avash, nuk më është puna për një lule. Nuk është puna për një lule. Kam edhe tjetërin këtu që interesohem, që ti bëj dhe një ashtu me beton që punon me vare, edhe e kam këtu në shtëpi dhe për atë muhabet, jam këtu, ja shikoje, kime atë punë meret, që është anat e ti, edhe le t'jam fukara, po jam njeri ndërgjeshëm. Kur themi ka humbur vëndi nënës, vëndi varit, ma gjino tani që vetëm mua ka djalejo. Pra, konflikti me vllajën angli ka që shkaku varri i nënës. Po varri i nënës po ajo është, unë thash se shpenzimet i hoqja u atëhere, vija u prisha familjen, që erdha dhe në Shqipëri, që duhet kisha i radhë betën. Radhën se i gjitha ato. Atëhere qëfar mund bëjau? I dashur se i din, e ke menduar se ndoshta jeni ju fajtori që jeni ndarë me vajzat, me të ndjerën gruan, me dy vlezrit, të gjithë që nga të këshinj vetëm ti e i mirë, e ke menduar që ndoshta ke qenë ti fajtor? Nuk e bëra u vetëm të mirë, mua letë më vlerësoj dikush tjetër, u di që i bëra respekti nënës time se kisha nën. Dhe nuk e hirja do të poshtë. Kaq po të them. Ndoshta ka ardhur momenti të reflektosh pak. Edhe në atë punë që bën, mua më tha, do ta bëjmë bashkë. Ja ku ke pyetje. Se din. Mos më beso mua. Se din. Zot më beso. Ja ku ke. Mundohu ndonjëherë. Merret me atë punë, është fukara. Ndoshta ka ardhur koha të reflektosh pak. Dhe këtë gjë ta them për të mirë. Një baba që nuk flet me vajzat, që është bërë gjysh, që nuk njeh niprit, nuk njeh mbesat, që ka humbur bashkëshorten, që nuk ka kontakt me dy vëllezrit, nuk ka kontakt me njerëzit më të shtrenjtë të familjes, ndoshta gabimin duhet ta gjej tek vetja. Dhe unë ta them një këshill, nuk e di nëse do ma dëgjosh,
je shumë herë më i madh se mua në moshë, po ta them me shumë dashuri këtë gjë. Mendo të ndryshosh dhe të reflektosh dhe ta gjesh gabimin tek vetja jote. Sepse i vetëm nuk jetohet, kemi ardhur në këtë botë të kemi një familje, të ndërtojmë një familje dhe jo ta humbasim gjatë rrugës dhe jetës. Ti ke humbur të gjitha me sa po kuptoj unë. Ke humbur gruan, ke humbur fëmijët. Unë do kërkoj në një njeri që ka në fatkeqësi, edhe të kaloj jetën time kjo paketë që më ka mbetur. Kush e ke gja? Ato të shojnë jetë të tire, të jetë mirë dhe vajti mbaroj. Përse? Mos kërkojnë këtë tu. Gjo marrë me vete u. Kur mua s'më thot një si e, baba, një telefonat si e, qarë u kërkovo? I dashur Sejdin, i e penduar që u largove nga Greqia dhe i le vajza dhe gruan para 10 viteve? Një jashtëzakonisht shumë se po ta dija që ti vënd do ndodhej në këtë gjendje, s'kisha përse të vijë. Jashtëzakonisht shumë. Isha shumë mirë atje ku isha. A ndoshta mos ka ardhur momenti ti kërkosh një falje publike dy vajzave? Për çfarë arsye të kërkoj falje, çfarë bëra? Ato që janë marrëdhënie pune kur i kam lënuar. I dashur Sejdin, unë nuk dua as të paragjykoj, as të gjykoj, nuk të njoh, por po të dëgjoj me vëmendje dhe dua të them që të shkatërosh familjen tënde, të lësh gruan dhe dy vajzat për Delvinën, qofsh ti që je. Ta them me sinqeritet, sepse vendlindja është e shtrenjtë, po ta them, por familja është gjëja më e shtrenjtë. Pse të lutem mos e trahtova? Sa kohë kisha që u thoshja hajde ke. Po nuk ka lidhje tradhtia. Tjetër ajo. Shkatrimi i një familje nuk vjen vetëm nga tradhtia. Edhe ku ndodha mu sot. Tjetër ajo. Tjetër njëra tjetra, mos i ngatroj gjërat. Mos i ngatrojnë gjërat tash. Gjithsesi, ne po shkojmë drejt fundit dhe mesazhin për vajzat i edhe ditën e sotme në këtë live, por edhe për vllajën në Firlandë edhe një mesazh, po për vllajën në Angli, ke një mesazh për të përcjell? Nëse ai të dëgjon? Po, dhe ai të jetë mirë se kishte blerë shtëpi në Sarand te rrugë 5, i shiti dhe pse u largua nga ky vend? Kur ky vend është shumë i mirë dhe shumë i bukur. Sejdin. Këtë pyetje ta bëj ty. Të lutem. Punoj me djers. Mua vjen mirë që ti e do Shqipërinë dhe i bën thirrje vllajt, gjithë njerëzve që të kthehen në Shqipëri. Këtë gjë e duam të gjithë. Moj të lutem shumë. Unë çfarë du dashka të bëj sepse jam shqiptar dhe jetoj këtu, që humba dhe pasurën time. Si, kush e ke gjë? Çfarë kam time nuk këtu? Jo. U kërkoj të bëhet ky vend, çfarë kërkova u? Jo. Çfarë kërkova? Ti po kërkon diçka që e duan të gjithë shqiptarët që jetojnë, por aman, pa prekur interesat familjare, pa shkatëruar familjet e tyre. Ti vendos përpara dheut gjithçka. Vendos dhe familje përpara dheut dhe po më rikujton kohën e komunizmit. Çdo gjë zgjedh vetë njeriu thash, nuk ka detyrim. Patjetër. Ti je i rritur, je në moshë madhore dhe e vendos vetë. Nga mua si person, edhe ai njeriu me ngjyrë quhet një njeri i kafsh. Të më kuptosh? Sejdin, u mundova që ditën e sotme. I dashur Sejdin, u mundova që ditën e sotme të kuptoja qartë në këtë live. Ajo që arrita të kuptoj është sot ti je 64 vjeç, jetoni vetëm në Delvin, ke humbur kontaktet me dy vajzat, ke humbur kontaktet me dy vëllezrit, jetoni vetëm, familja nuk pranon të flasi më me ty në telefon, ti ke vendosur Delvinën, kur them Delvinën e kam fjalën për Adheun, ke vendosur përpara gjithçkaje dhe ke shkatëruar gjithçka që ke ndërtuar për Delvinën. Unë uroj që të jetosh në Delvin, edhe 100 vjeç, të jesh i lumtur, të krijosh familjen tënde, sepse e shpreve këtë dëshirë që dëshiron të krijosh familjen, të gjesh një tjetër grua dhe ta vazhdosh jetën, sepse i vetëm nuk jetohet dhe besoj që këto 10 vite kanë qenë të vështira për ty. Po. Dhe shpresoj që dy vajzat e tua, dy vëllezrit e tu të na ndjekin në këtë live dhe uroj që ata të gjejnë, të telefonojnë dhe t'ua dëgjosh zërin. Si të duan le të veprojnë, është drejtë e tyre. Si të duan.
Unë nuk I kam braktisur, nuk I kam shmangur unë. E qartë. Nuk I kam shmangur unë. Të më kuptosh. Kanë qenë Unë të ata. thash, kam më të bukurin e lagjes këtu. Edhe përvarin e nënës e mori për nuk do para në mua, ja ku e kam. E qartë, e lëm punëtorin, mos ma nxirr punëtorin, se punëtori ka ardhur për punë aty. Thjesht është një rastësi. I dashur Sejdin. E kam nën, ata se kanë nën ata tjerët, nuk e kanë nën. Po kur të thash a ke një mesazh. Të më kuptosh që është një rastësi. Sejdin. Asnjë gjë tjetër. Kur të thash a ke një mesazh për vllajën në Angli, mund t'ja thoshe këtë gjë. Për varrin e Të nënës. lutem, dëgjoj, njeriu asnjëherë nuk mbatet me para. Dhe kur të bëra një pjetë ana njerëzore, dhe ai që është me ngjyrë, Zoti e quan njeri, tjetër që ka ngjyrën e zezë. A bash? Sejdin. Ti gjikoje si të duash. Jo, unë po të dëgjoj me vëmendje, por nuk jemi në këtë live të japim leksione dhe të na gjojnë të tjerët, të japim leksione. Ne po flasim për problemin tënd dhe uroj që të zgjidhet problemi juaj. Shiko pragu dhe brenda I dashur Sejdin. Mundohu të zgjidhësh problemet e familjes tënde dhe pastaj hap derën dhe dil nga pragu dhe mendo për problemet më madhore. Kam një për një herë që erdha njerëzisht për vëllan tim. Vë dorën në zëmër dhe punë pasër. Kaq, si të duash bë? Jo, Sejdin. Dorën vë jo ti edhe gjithë stati tuaj. Edhe ajo kolegja tënde më të Sejdin. Si ka mundësi që I dashur Sejdin. I dashur Sejdin, unë të uroj gjithë të mirat, por ma dëgjoj këshillën dhe pse jam e vogël në moshë se ty. Zgjidh problemet brenda pragut dhe kur ti zgjidhësh këto probleme, pastaj dil jashtë pragut dhe mendo për probleme më të mëdhaja. Zgjidh hallet e tua, Sejdin. Faleminderit. Mirë. Faleminderit, më dhe një këshillë të mirë. Uroj ta marrësh këtë këshillë dhe ta zbatosh, se po ta them me shumë mirësi. Faleminderit, do bizetojmë përsëri. Mirë, të përshëndes Sejdin, të uroj gjithë të mirat. Gjithë të mirat Zotit të ta bëjmë barë. Faleminderit edhe juve. Edhe unë të uroj me zemër gjithë të mirat për ty. Dhe të fala të gjithë stafit tuaj. Dhe t'ja kaloj unë të fala stafit. Mirupafshim. Gjithë të mirat, faleminderit. Mirë të dashur miqë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira për 64 vjeçarin Sejdinin. Uroj që vajzat ta ndjekin këtë live, të ndërgjegjësohen dhe të kontaktojnë babain, por jo vetëm vajzat, edhe dy vëllezërit e tij, vllajin e madh që ka në Finland dhe vllajin tjetër në Angli, ku ai kishte 4 vite me njërin dhe disa vite me tjetrin që nuk kishte asnjë lloj kontakti. Uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira për Sejdinin. Mirë, ne kemi ardhur në fund dashur miq, ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.